Nëse prish një marrëdhënie me një person, atëherë ndale gjuhën tënde që të mos flasësh për të. Këtë merre si rregull. Një person me edukat të mirë, ai mund të besohet edhe në armiqësinë e tij. Dhe një person me karakter të dobët, ai nuk mund të besohet as në armiqësinë e tij.